Myftinia Shkodër organizoi këtë fundjavë tribunën e radhës fetare në kuadër të 3 muajve të mirë, si pjesë e aktiviteteve përgatitore për pritjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. I ftuar ishte Hoxh Tahir Zenel Hasani, i cili përcolli këshilla dhe mesazhe fetare me theks në vlerat e besimit, përmirësimin e sjelljes dhe afrimin me Zotin gjatë kësaj periudhe të veçantë. Ky aktivitet synon të forcojë frymën shpirtërore dhe vetdijen fetare të besimtarëve, duke reflektuar mbi rëndësinë e këtyre muajve të bekuar dhe përgatitjen morale e shpirtërore për agjërimin e Ramazanit. Përzgjodhem të përgatitemi për këtë Ramazan që po vjen në këtë mënyrë. Edhe shpresoj që t'ja kemi arritur qëllimit. Profesor Tahir Zeneli është prej këtij sojit që përtej dallgëve edhe përtej çdo rreziku mytje ai qëndron në një pozitë shumë të lartë. Edhe me shumë për ulësi e ndjej veten fatlum që jemi sot në huzur të zotënisë së tij, edhe shpresoj që do të përfitojmë pafundësisht nga urtësia edhe largpamësia edhe mesazhet e zotënisë së tij. Ne kemi jetuar një periudhë ku të cilën ne na diktohej imazhi jon për Zotin. Edhe imazhin për Zotin e morën shekullarët përsipër. Biles, edhe na pyesnin non-stop, nëse jemi dakord me Zotin që na ofronin ato apo jo. Kemi jetuar një periudhë që imazhin edhe për shtetin islamik na ofruan ato, dhe çdo ditë na kanë marrë në pyetje. Nëse jemi dakord apo jo. Na kanë ofruar koncepte dhe imazhin për xhihadin. Dhe jemi apo nuk jemi dakord me të. Dhe kjo periudhë ka treguar vërtet grahmat e fundit të një sistemi i cili është në rënje e sipër. Nuk jemi ne përfaqësues të një feje apo të një komuniteti, të një kulture apo të një formimi. Ne pretendojmë të mbajmë brenda vetes mesazhin e Zotit në tokë, i cili ndriçon tokën dhe shpëton njerëzit në botën tjetër. Nuk është halli nëse ne vërtet kemi një ofertë që i ngjan këtyre shinave të trenit dhe këtij treni dhe me vagona më të shumta apo më të pakët, me shpejtësi më të madhe apo më të lartë. Nuk e kanë pas ndonjëherë diferencën muslimanët te kjo. Diferencën muslimanët e kanë pas vetëm në një pikë. A vërtet kanë besuar? A vërtet kanë ditë ta shesin veten tek Zoti? Dhe sa herë ato kanë hedh veten në besimin e tyre dhe e kanë zbatuar atë me aq sa kanë mundur, diferenca ka qenë se ato janë bërë pjesë e projektit hynor në tokë dhe jo projektit të muslimanëve në tokë. Dhe ne kemi nevojë ta hedhim veten dhe të bëhemi pjesë të projektit të Zotit që ka për njerëzimin, se ai ka krijuar dhe përsosur, ka caktuar dhe ka lehtësuar. Myftinia Shkodër do t'i vijojë këto tribuna si një formë përgatitje shpirtërore drejt muajit të shenjtë të Ramazanit.